Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues, paqja, mirësia dhe begatia Allahu xhalla xhelaluhu qoftë mbi të gjithë ju. Agjërimi është një akt adhurimi i vjetër dhe i lartë sa vetë njeriu. Kurani na citon, na tregon që është bërë obligim për gjithë popujt përpara, por ashtu është bërë obligim dhe për muslimanët. Pyetja që lind shpesh është pse agjërojmë dhe për kë agjërojmë. Pra çfarë është qëllimi në vetvete? Për të folur për këtë temë të rëndësishme, kemi të ftuar sot në podcastin Porta e Mëshirës, Muftiun e Tiranës, zotin Bilal Teqja. Mufti i nderuar, faleminderit për kohën dhe mirë se vini. Bismillahirrahmanirrahim. Përshëndetjet më të përzemërta për të gjithë vëllezërit dhe motrat që na ndjekin, për të gjithë agjëruesit dhe agjërueset që në këtë muaj të begat kanë vendosur që për hatër të Zotit të agjërojnë atë dhe të mundohen të arrijnë nga agjërimi për kushtimin, për uljen, si edhe shpërblimet e mëdha dhe mundësitë e mëdha që jep Zoti xhaleshanuhu në këtë muaj të begat. E para, agjërimi është urdhër hyjnor. Dhe ne duhet kuptojmë diçka, se sa më i rëndësishëm të jetë urdhri ose obligimi hyjnor, edhe sa më shumë tekste të ketë rreth atij urdhri, ai ka lidhje me jetën tonë, aq më i domosdoshëm është për njeriu si rregullator në jetën e tij, edhe aq më shumë është i dobishëm qoftë nga ana po themi shëndetësore, fizike, por edhe për të gjitha aspektet e tjera të jetës. Pra ne themi si fetar ose si besimtar, themi që sikur njerëzit të ishin në gradën më të lartë devotshmërisë, të gjithë, si zemra më e devotshme që ka pasur ndonjëherë historia e njerëzimit. Dhe të gjithë të ishin të përkushtuar maksimalisht, të dalin në një fushë të vetme, ta lusin Zotin, ta adhurojnë pafund. Kjo nuk do t'i shonte Zotit gjithësisë asnjë fije floku nga pushteti dhe nga madhështia e tij. Si edhe e kundërta është e saktë dhe e vërtetë, sikur të gjithë krijesat dhe njerëzit të jenë si zemra më e keqe që ka pasur ndonjëherë si përfaqja tokës. Dhe të gjithë dalin të mohojnë Zotin dhe të bëjnë zullumet edhe pisliqet më të mëdha. Kjo nuk do t'i mangësonte Zotit të madhërisëm as pak nga pushteti dhe nga madhështia e tij. Pra nëse Zoti i madhërisëm kërkon diçka prej nesh, e kërkon jo sa i ka nevojë për të, absolutisht. E kërkon sepse të gjitha urdhëresat, obligimet, ndalesat fetare kanë një parim: yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith. Zoti ka lejuar dhe ka obliguar ato gjëra të cilat janë të dobishme, janë të rëndësishme, janë domosdoshme për jetën e njeriu, dhe ka ndaluar ato të cilat neve na dëmtojnë si në këtë jetë edhe në ditën që do dalim para Zotit. Pra, kur nisesh edhe thua ashtu siç e përmendet edhe juve, Zoti ju shpërbleft edhe për ftesën, edhe për mundësinë, edhe për hapësirën që ne të komunikojmë edhe me njerëzit, me motrat dhe me vëllezërit gjatë këtij muaji të begat, kur thatë që agjërimi është aq i vjetër ose aq i lartë sa edhe njerëzimi. Pra imagjino në çdo popull, në çdo kom, në çdo ymet është kërkuar që të ketë agjërim nga profetët që ka çuar Zoti, sepse ai është domosdoshmëri dhe ai dobitë dhe mirësitë e tij janë të pazëvendësueshme me diçka tjetër. Prandaj, pikë pari, agjërimi është një obligim hyjnor i cili është shumë i dobishëm dhe i rëndësishëm në jetën e njeriu. Pastaj ata të cilët futen në këtë disiplinë, po themi, ose në këtë adhurim kaq madhështor saç është agjërimi, ata fillojnë edhe kuptojnë vetë dhe shikojnë vetë që njeriu kur e bën agjërimin me shpirt edhe me zemër, është fiksa ajo që thotë Zoti që o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi ju, ashtu siç ishte obligim për ata që ishin para jush, pra për çdo popull, për çdo ymet, për çdo kom, në mënyrë që ju të arrini devotshmërinë. Dhe devotshmëria, po themi, është njëri i cili e ka nivelin e përkushtimit, qoftë ndaj krijesave, qoftë ndaj Zotit të tij, pra e ka maksimal. Prej tij vetëm rrezaton mirësi, prej tij nuk mund dalë e keqja. Prej tij të gjithë njerëzit ose krijesat janë të qetë dhe janë në paqe me të. Dhe njeriu mundohet gjatë agjërimit të tij ta pastrojë shpirtin edhe zemrën dhe të mundohet të arrijë gradët e larta, domethënë për të afruar edhe më shumë tek Zoti.
Në qëllim ose në vazhdën e këtij qëllimi edhe këtij funksioni, Zoti jom kot, siç tregohet në tekstet fetare, neve na e bëri muajin e Ramazanit më të lehtë se kurrë për të avancuar për tek e mira. Prandaj thoshte profeti, paqja e Zotit qoftë me të, gëzohej pa mas dhe i përgëzonte besimit, po ju vjen një gjë e madhe, po ju vjen Ramazani. Pra është një mundësi, edhe është një sezon, nëse do të thonim në këtë lloj gjuhë, do shpreheshim kështu, që njeriu mundet që të avancojë me veten e tij aty nuk mund të avancojë në një kohë tjetër përveç Ramazanit, pra. Dhe thoshte, vëllezër, ju erdhi Ramazani, po vjen Ramazani, hapen dyert e parajsës, domethënë aq e madhe është mundësia për të bërë mirë. Mbyllen dyert e të keqes, shtohet e mira, mundsohet, domethënë që ai që don të bëjë mirë e ke rrugën të hapur. E ke autostradë, themi neve, nuk të pengon asgjë, ndërsa ai i cili don të bëjë keq, nuk është ky momenti, sepse e keqja është e lidhur, është e kufizuar maksimalisht, shejtanët e mëdhenj janë të burgosur, siç thuhet në tekstet fetare, pra cytjet, tërheqja, tundimi tek e keqja është minimale. Kjo që po them unë, ilustrohet shumë qartë tek vëllezërit e motrat, cilët e kanë provuar, edhe ne vetë kemi provuar. Neve kemi pas agjëruar agjërimin e Ramazanit edhe në verë, në korrik ose ngushtë. Ka qenë, o Zoti ma, ka qenë vështirë. Ama e lehtësonte Allahu në të lloj forme, sa që thonim kur vinte iftari, thonim o Zoti ma. Domethënë si kaloi kaq kollaj. Dhe sa mbaronte pastaj muaji Ramazanit, do bënim ne 6 ditën e Shevalit që e përcjell, nuk ishte më ajo lloj lehtësie siç ishte në Ramazan, nuk ishte më ajo lloj mbushje shpirtërore dhe ajo lloj qetësimi shpirtëror, edhe ajo po themi tërheqja për tek e mira, edhe lehtësimi për tek e mira siç ishte në Ramazan. Është e provuar, të gjithë e kemi provuar neve. Nuk është thjesht domethënë mendim ose po themi që të krijohet si fiksim, kështu Zoti na rujt, sepse të gjithë e kemi parë neve këtë gjë. Pra Ramazani bëhet për mirësi të pafundme, jo më kot e kërkoj edhe Zoti prej nesh, sepse ai është jo vetëm i dobishëm, por është i domosdoshëm për njeriu. Neve flisnim me disa shokut tonë teologë dhe thonim, mos tjetë Ramazani, kam përshtypjen që nuk të ishim kaq të balancuar, ne si besimtarë dhe kaq besimtarë të mirë sa mundohemi të jemi gjatë gjithë vitit. Pra njeriu e pret Ramazanin për mirësitë që ka, e pret një pjesë të kohës, pra, një gjysmë vit derisa të vi Ramazani, jeton me Ramazanin dhe mundohet që arritjet e Ramazanit, transformimet për mirë të Ramazanit, po themi reflektimet shpirtërore që ka pasur në Ramazan, ngjitjet edhe standardet që ka arritur në Ramazan, të implementojnë vazhdim të jetës tij, domethënë për muajt që vinë edhe që pasojnë. Dhe ne themi që një nga shenjat që Ramazani është pranuar tek Zoti, siç thonë edhe njerëzit e dijshëm e kanë thënë nga hera dhe vazhdojnë ta thonë, është që Ramazani të lejë gjurmë në jetën tënde në vazhdim. Kjo është shumë e bukur, është fantastike. Mefti, Kurani na njeh me 2 terma për agjërimin, saum dhe siyam. Pra që në fakt kanë ato konotacionet e veta, dhe në thënjet profetike shohim që ato që edhe ju e thatë shumë bukur, por për efekt të hadithit do ta citojmë që thot profeti alayhi salatu selam, Allahu nuk ka nevojë për etjen dhe urinë tuaj, domethënë. A mund të themi që në fakt agjërimi nuk e ka arritur qëllimin tek një individ nëse nuk e ka privuar atë nga gënjeshtra, nga zemrimi, nga tallja për qeshje, le të themi nga natyra njerëzore që në fakt bie shpesh në graskat, në kurthet e shejtanit dhe nga çmimet që i vijnë. Kur flasim ne për terminologji, domethënë për që themi për kufizimet e agjërimit, edhe kur na pyesin njerëzit, siç edhe po bisedonim pak përpara, kam pas këtë vit pyetje domethënë në mesazhe pafund. Falenderoj Zotin që njerëzit, rinia, djemë dhe vajza që jetojnë në Shqipëri po edhe jashtë Shqipërisë, shumë pyetje duhet ta agjëroj, po cilat janë rregullat, si agjërohet, më trego diçka, orare, gjëra, domethënë një interesim i madh, vërtet edhe që ta mbush zemrën plot. Sepse është kjo që thoni juve që njeriu nëse agjëron, përveç që afrohet tek Zoti dhe bëhet më i mirë, afrohet edhe me krijesat. Ndërton domethënë ura lidhse që mundsohen në këtë muaj ndryshe nga çdo moment tjetër. Dhe ne themi që agjërimi është lënia e ushqimit dhe pijes dhe e marrëdhënieve intime midis bashkëshortëve, po themi,
nga agimi I parë deri në akşam, deri kur perëndoi, deri në perëndim diellit. Po ta mendosh, domethënë ta mendosh tamam, imagjino që në momentin që Zoti kërkoi prej nesh që të lejmë atë e cila në princip është e lejuar, ushqimi, pija, marrëdhënia midis bashkëshortëve, dha mesazhin më të qartë që te ky agjërim pislliku, zullumi, e keqja nuk ka vend. Pra kur neve po bëjmë një sakrifis për Zotin që po lejmë atë që në princip është normal, është e lejuar, si mundet njeriu të bëjë atë që është e ndaluar? Kur Zoti tha illa saume fa innahu li wa ana ajzi bihi, përveç agjërimit, ai më përket vetëm mua. Po mirë, veprat e tjera nuk I përkasin Zotit. Ne e dim shumë mirë që nëse një vepër nuk bëhet për hatër të Zotit, nuk pranohet tek Zoti. Pra çdo gjë që të jetë e pranuar, patjetër duhet të jetë sipas asaj që na ka mësuar neve Zoti, pra edhe sipas shembullit të profetit, siç e ka praktikuar ai, nuk mund të bëjmë diçka ndryshe, pra, sepse ato prandaj Zoti e solli profetin që të na mësoj kush është rruga edhe kush janë mënyrat me u afru tek Zoti, dhe dyta të jetë sinqert 100% për Zotin xheleshanu. Mos kesh për qëllim që me një vepër që bën të fitosh edhe diçka tjetër përveç kënaqësisë Zotit, si më thon. Dhe kur Zoti e veçoi agjërimin dhe tha përveç agjërimit, ai më përket mua, këtu ka diçka tjetër më shumë se sa veprat e tjera. Sepse çdo vepër tham bëhet për Zotin, dhe ato të gjitha janë për Zotin. Ama deshi I madhërisht me Zot që neve na tregoj se agjërimi është shumë I veçantë për nga natyra e vet. Nëse dikush thotë ty, unë sot agjëroj, a e vërteton do të vërtetësinë e agjërimit tij? Ai mund të gënjej, për shembull, mund të thotë jam agjërueshëm, hiqet sikur është agjërueshëm, ama nuk është agjërueshëm. Dhe vërtetësinë e agjërimit e din vetëm Zoti, prandaj thotë ai që agjëron është për mua. Dhe ai që e bën agjërimin, nuk mund ta bëjë për diçka tjetër përveç se për Zotin, për Allahun, sepse pse do ta lej ushqimin dhe pijen dhe të hiqet sikur është agjërueshëm, çfarë do fitoj nga tjerë? Përveç se për Allahun e madh dhe për shpirtin e tij, pra që t'rregulloj, të pastroj shpirtin e tij, edhe normal edhe arsyet ose po themi ato dobit shëndetësore që ka agjërimi. Dhe njeriu e bën për Zotin xheleshanu. Ata të cilët nuk kanë raport mirë me besimin, që nuk kanë, po themi, praktik fetar, ose nuk akoma Zoti s'ja ka hap zemrën, shpesh herë neve gjatë viteve kemi dëgjuar, këto të shkretët gjunaf këto të shkretët se e torturojnë veten pa ushqim dhe pa pije. Për çfarë fitoni, më keni ngel akoma në kohën e lashtë, ku dëgjon bota ecën. Normal nuk mund na e kuptojnë, lut Zotin t'ja hapi zemrën, sepse po të besojmë atë që besojmë ne, po të ndjejnë edhe të kenë kënaqësinë që kemi neve, dhe të shpresojnë atë që neve shpresojmë, siç thot profeti, paqja e Zotit qoftë me të, thot, kush agjeron, thot, me besimin e Zotit, po për çfarë do agjerosh tjetër po s'patë besimin e Zotit? Vetëm ajo është patjetër. Dhe duke e pritur shpërblimin vetëm prej Allahut, se vetëm prej atij pritet shpërblimi. Pra ky është agjërimi I pastër, agjërimi I rregullt. Ky është agjërimi, domethënë agjërimi grada më e lartë e agjërimit që mund bëhet tamam dhe I plot si agjërim. Ati I falen të gjitha mëkatet. Jo se falen mëkatet se për agjërim, po sepse gjurma që lën agjërimi, për kushtimi që lën njeriu që bën agjërimi, atmosfera që krijon me atmosfera dhe ngritjet edhe standardet që arrin njeriu në shpirtin e tij, pra dhe në zemrën e tij gjatë agjërimit, janë ato të cilat detyrimisht çojnë ke falja e Zotit, pra e fiton kënaqësinë e Allahut xheleshanu dhe e fiton faljen e Zotit xheleshanu, po që se bëhet agjërim tamam. Ndaj edhe profeti alayhis salatu wassalam thotë që ai I cili nuk lën thënjet e pista ose veprat e dyta, Zoti na ruaj. Nuk ka nevojë Zoti që ai të lejë ushqimin edhe pijen. Ai që po thonin, pra, këto janë të lejuar në princip, ti I lën këto dhe nuk lën atë që është ndaluar. Jo. Nuk është agjërimi pra I plot, ose këto I mangësojnë nga vlerat e agjërimit. Ajo gojë e cila agjëron për Zotin xheleshanu nuk mund të flasi dhe nuk mund të shqiptoj fjalë të dyta. Pra njeriu maksimalisht I thot vetes, unë jam agjërueshëm. Prandaj thot, kthehemi te hadithi që ishte I çik më parë, pak më parë, thot përveç agjërimit ai më përket mua dhe unë shpërblij për te pa hesab. Unë e di sa është shpërblimi. Po thonim me dikë, se më tha ç'a kuptimi ka kjo hoxh. Ja ta them unë I thash.
ti merr që të bësh një vepër ose një punë. Ke punëdhënësin edhe je zbatuesi, do të bësh punën, sipërmarrësi. Dhe i thua atit, unë për këtë punë që të bëj, po themi, po jap me shifra që ta afro mendje si shembull. Me kuptuesh. Do marr 1.000 euro, kërkoj 1.000 euro për këtë punë me bë. Sa thot 1.000? Okej, vetëm qaje thot bëje tamam punën, thot do të jap 2.000. Ti gëzohesh, bën me kujdesin më të madh, me përkushtim, mos ketë as i grimc vogël që mos t'i ngeli syni pronarit për asnjë gjë fare, ti e bën me përkushtimin maksimal. Pse? Sepse nuk do marrësh aq sa është haku, por do marrësh 2 fishin e hakut dhe bën me qefin më të madh. Dhe ti e ke kry punën, e ke pa mirë tamam nga të gjitha anët. Ne po flasim për agjërimin, e ke bë tamam me përkushtim, je rujt nga goja, nga vepra, nga të gjitha. Dhe ti shkon tash në fund punës që të marrësh shpërblimin, je përgatit të marrësh 2 fishin. Shkon dhe i thu, shife, kjo është puna ime. Ja mundu ta bëj maksimalisht perfekte. Me aq sa kam mund, më mirë se sa për veten time. Edhe kur shef pronari thot, sa e kishim ne, thot muhabetin, 2.000, thot, je i kënaq, po 2 milion kam thon. Nga 2.000 euro me kalu, për shumë një shifër 2 milion euro. Ke parasysh ka mundësi të bit fikët nga kënaqësia dhe nga gëzimi. Kështu do të jetë shpërblimi i agjëruesve ditën që do dalin para Allahut. Ti me vendjen tate ke menduar që kaq sa kam bën do të marr diçka. Zoti ka premtuar ty dhe ti mendon, mirë, kjo do jetë çik më mirë se sa kaq. Ama kur shkon atje, surprizohesh nga mirësia e Allahut xhaleshanu për këtë agjërim që e ke bërë me shpirt dhe me zemër. Domethënë kjo ishte pak me përafru diçka për vlerat edhe për gradën, për vlerësimin që i bën Zoti xhaleshanuhu agjërim. Pastaj vazhdon hadithi i profetit alayhis salam dhe thot: "Wasawmu junna." Agjërimi është mburojë. Prap jemi në kontekstin e kësaj që po thonim. Jemi në kuptimin e kësaj që po thonim. Si agjërimi është mburojë? Pra, agjërimin e themi gjithmonë një shpjegim që është mburojë, nga që është vepër e madhe të mbron nga dënimi i Zotit, i ruajtur, zjarri i xhenemit, nuk është. Prit, kjo është e fundit. Ama që të kuptojmë qartë, edhe që ta shpjegojmë qartë këtë hadith të bukur dhe madhështor rreth agjërimit, kuptimi i këtij agjërimi ose kuptimi i këtij teksti të mrekullueshëm është: nëse ky agjërim ty të ka mbrojtur nga veprat e pista, edhe nga punët e pista, edhe nga thënjet jo të dëshirueshme, pra ti e transformuar në veten tënde dhe e bërë njëri tjetër, nëse ke pas 10 gabime e mundu me korrigju 7 ose të gjitha inshallah, po 7, 5 ke avancuar, me gjithë shpirtin e kërkuar Zotit të falit kalumen, edhe thosh Zot, unë nuk do kthehem më te ajo që kam bë. Zoti im, unë do bëj më i mirë, qoftë me njerëzit. Këti i kam hyn hak, do t'i kërkoj hallallikun, ky më ka hyn hak, unë do t'ja bëj halal dhe do t'ja fal për hatër tënd, o Zot, se kërkoj falje dhe mëshirën tënde. Ky është muaji i pajtimit, muaji i mirësisë, muaji i solidaritetit. Zot, unë kam bërë një të mirë, Zot im, sot do bëj 3, do bëj 5, do bëj 10. Dhe kjo është edhe qëllimi i agjërimit. Nëse ty agjërimi të ka ruajtur në këtë botë, pra në këtë jetë, nga veprat e këqija dhe të ndyta, dhe po themi zullumet, po themi jo të këndshme, veprat e të këndshme, padyshim ti je i qetë shpirtërisht dhe ti je i sigurt se do të bëhet mburojë për ty edhe ndaj dënimit të Zotit xhaleshanu. Lutem Allahut na bëj nga ata që agjërimi ju vjen si mburojë edhe në ditën e llogaridhënies. Mefti një mesazh përmbyllës për dëgjuesit tan, për agjëruesit të rinj dhe të vjetër. Mesazh. Do të më dhoni një mesazh të bukur patjetër. Po. Atëherë po them atë që ka thënë profeti alayhis salatu wassalam. Thot kushtoi vëmendje agjërimit sepse ai nuk ka të ngjashëm me ndonjë adhurim tjetër. Pra, nëse neve shfrytëzojmë këtë adhurim të veçantë, fa innahu la idla lahu. Domethënë, nëse ne shfrytëzojmë dhe mundohemi të marrim maksimalisht dobit e këtij agjërimi, ai nuk ka të ngjashëm me çdo adhurim. Namazi ka të vetën, zekati ka të vetën, leximi i Kuranit ka të vetën, ama agjërimi është krejt tjetër i veçantë. Dhe Zoti i Madh e bëri një muaj gjatë gjithë vitit, imagjinosh mëshira e Allahut. Sigurisht ishte vojë gjithë viti Ramazan, ne sa herë ndajemi nga Ramazani, direkt ndjejmë atë boshlikun. Gjithmonë çdo vit, po kaq vite që agjërojmë, bo dekada alhamdulillah. Ama shqyr Zot, ama agjërimi është i veçantë llojin e vet. Dhe falenderojmë Zotin xhaleshanu që na ka mundsuar
këtë agjerim të jetë kaq i bukur, kaq shpresëdhënës, kaq po themi ringjallës për shpirtrat tanë. Kujdesuni për agjerimin se ai nuk ka të ngjashëm me të. Edhe një herë faleminderit për këshillat, për mësimet, për kohën dhe për gjithçka. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kështu kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Lutim Allahun xhaleshanuhu të pranojë agjërimet tona dhe mirë takofshim në puntatat e radhës.